Bashkia e Durrësit ka anulluar tenderin me vlerë 300.000 euro për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve në zonën e Rushkullit, pas kualifikimit të gjithë operatorëve ekonomik që morën pjesë në garë, plot 20 kompani. Në njoftimin zyrtar të publikuar në portalin e Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura është anulluar me argumentin se nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme, por ky pretendim bie në kundërshtim me të dhënat e siguruara nga Board News.al, sipas të cilëve të gjithë pjesëmarrësit kanë dorëzuar oferta që varionin nga 20.4 milion deri në 30.2 milion lekë të reja. Kjo situatë ka ngritur shqetësime për mungesë transparence në procesin e vlerësimit, ndërkohë që nuk jepet asnjë shpjegim publik për arsyet konkrete të skualifikimit të 20 kompanive në një garë që konsiderohej e fortë edhe reale. Tenderi u shpa në datën 4 prill 2025 dhe parashikonte ndërtimin e kanalizimeve të reja për të zgjidhur problematikat e vazhdueshme me përmbytje dhe ndotjen mjedisore në zonën e Rushkullit për shkak të mungesës së infrastrukturës adekuate. Projekti synon të gjithashtu reduktimin e shqetësimeve për banorët që jetojnë pranë kolektorit kryesor, i cili kalon në probore private dhe rrugë publike. Anullimi i tenderit ngre pikpyetje për shndrimin e administratës së kryetares Emiriana Sako, e cila nuk ka dhënë ende sqarime zyrtare për këtë zhvillim të pazakontë. Rasti mund të marrë një tjetër drejtim nëse kompanitë e skualifikuara do të ndjekin rrugën ligjore të ankimimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik.